Brenda shtëpisë së Big Brother, situata mes Limës dhe Benitës bëhet menjëherë e tensionuar dhe e ngarkuar me emocione kur Limi i afrohet Benitës në një mënyrë shumë të afërt dhe provokuese. Ai tenton ta prejkë atë, duke treguar qartë qëllimet dhe dëshirën e tij, por Benita nuk e lejon dhe e largon veten me vendosmëri. Ky moment krijon një tension të fortë brenda dhomës, sepse çdo gest dhe çdo lëvizje e tyre bëhet objekt vëzhgimi nga banorët e tjerë dhe nga kamerat që regjistrojnë çdo detaj. Limi vazhdon të mundohet, duke tentuar të afrohet sërish dhe të fusë duart, por Benita qëndron e vendosur dhe nuk i lejon asgjë. Ajo i tregon qartë kufijtë e saj, dhe mënyra se si refuzon çdo përpjekje të tij tregon qëndrimin e fortë dhe vendosmërinë e saj. Ky tension midis tyre bëhet i dukshëm për të gjithë banorët e tjerë, të cilët fillojnë të reagojnë në heshtje ose me shikime kurioze, duke ndjerë dramatizmin dhe energjinë e situatës. Ndërkohë, Limi duket i frustruar dhe i zënë në situatë, sepse përpjekjet e tij nuk kanë sukses, dhe ai duhet të përballet me vendosmërinë e Benitës. Për të, ky është një moment që provon qëndrimin dhe karakterin e saj, ndërsa për Benitën është një rast për të treguar që nuk do të lejojë askënd të shkelë kufijtë e saj. Atmosfera brenda dhomës bëhet e ngarkuar me tension dhe emocion. Çdo lëvizje, çdo shikim dhe çdo fjalë e tyre shton dramatizmin e situatës. Banorët e tjerë ndjejnë energjinë që përhapet, disa mbeten të habitur nga vendosmëria e Benitës, disa janë të shqetësuar dhe të përfshirë në tension, ndërsa të tjerët përpiqen të kuptojnë situatën dhe të interpretojnë motivet e të dyve. Benita vazhdon të mbajë qëndrimin e saj të fortë, duke mos lejuar Limin të afrohet më shumë. Kjo i jep momentit një dimension dramatik dhe emocionues, sepse publiku mund të ndjejë tensionin dhe vendosmërinë e të dyve, edhe pse nuk dihet se si do të përfundojë situata. Limi përpiqet, Benita refuzon, dhe kjo përplasja krijon një episod të tensionuar që mbetet në ëmbëndjen e banorëve dhe shikuesve. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe të tensionuara të ditës, ku dëshira, sfida dhe vendosmëria ndërthuren. Energjia emocionale, reagimet e Limës dhe refuzimi i Benitës e bëjnë këtë skenë të ndjeshme, të diskutueshme dhe të mbajtur mend gjatë nga të gjithë banorët dhe publiku.